dëshirueshëm në Ngada. Vjem transmetimi së bashku tashmë me Virtual Worlds për të parë momentet kryesore të botës virtuale. Duhet thënë se viti 2025 nuk kishte si mos të përmbyllej me propaganda të gjeneruara nëpërmjet inteligjencës artificiale. Në Poloni po diskutohet për disa video virale të cilat tregojnë vajza të reja në 15 dhe 20 deri në 20 të tyre, të cilat promovojnë apo mbështesin daljen e Polonisë nga Bashkimi Evropian, duke i quajtur kështu lëvizjen Polexit, njësoj si dhe Brexit, daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Një llogari në TikTok e quajtur Proline Polki publikoi përmbajtje që tregojnë gratë veshura me bluza me flamuj polak dhe simbole patriotike. Videot përmbanin deklarata duke përfshirë duaj që Polexit, sepse dua lirizjedhje edhe nëse do të jetë më e shtrenjtë. Nuk e mbaj mend Poloninë para Bashkimit Evropian, po mendoj se atëherë ishte më polake. Një video tjetër thoshte se dëgjoj frikë, katastrofë, fundi botës, gjithnjë njëjti model. Zero bisedë se kush vendos vërtet për ne dhe pse. Ndoshta është koha që të fillojmë të flasim për këtë me qetësi. Shumë analistë kanë akuzuar Rusinë për propagandë të radhës nëpërmjet të përdorimit të inteligjencës artificiale, pasi këto video janë bërë virale në platforma si TikTok. A może macie inne nazwiska, które bardziej do was przemawiają? Në të tjera zhvillime, pas rënjes së regjimit të Bashar al-Assad në Siri dhe largimit të tij dhe familjes së tij në mërgim dhe në fshehje në Rusi, tashmë kartmonedat kanë ndryshuar. Kartmonedat siriane nuk do të mbajnë më fytyrat e familjes Assad, por do të mbajnë ullinj, grur, portokall, pra tematika e agrikulturës. Këto kartë moneda do të dalin në qarkullim në 1 janar 2026 dhe do të jetë një periudhë tranzitore në të cilat kartë monedat e vjetra do të përdoren njëkohësisht me këto të reja derisa të dalin totalisht nga qarkullimi. Bukureshti është gati për të patur një park lojrash me tematikën Dracula. Tashmë projekti vlerësohet të jetë $1 miliard në Rumani, dëshirohet në fakt që të realizohet, investitorët premtojnë rreth 3 milion vizitorë në vitet e para dhe mira vendet reja pune. Është ende vetëm një plan, por toka pranë aeroportit është blerë dhe tashmë koncepti është gati. Partnerët e mëdhenj janë pjesë e tij, përfshirë shumë kompani, madje edhe atyre të atraksioneve turistike si Europa Park. Nëse gjithçka shkon sipas afatit, ndërtimi do të fillojë vjeshtën e ardhshme. Dracula Land është planifikuar si një park me tematik me 6 zona, një fshat Transilvanie, kështjella e Drakulës, një zonë familjare, Londra e epokës viktoriane, New Orleans me një atmosferë voodoo dhe Moonlight për shfaqjet e natës dhe të hënës. Planet përfshin gjithashtu një aren prej 22.5 mijë spektatorë, një park ujor, 3 hotele, një fshat me çmime të ulta dhe pistë garash. Ka pasur disa momente në botën virtuale të cilat tregojnë alpinistë, skiatorë në majet larta të mbuluara nga dëbora, por fatkeqësisht disa prej tyre kanë humbur edhe jetën. Në rastin specifik, 3 persona humbën jetën gjatë një orteku në Pirenejt Spanjoll. Grupi prej 6 alpinistësh po bënin ski në faqen veriore të malit Pico Tablato në provincën Huesca të Spanjës veriore kur ndodhi orteku. Një ekip shpëtimi përfshirë edhe qenuhatës u dërguar në zonë për të ndihmuar në kërkimin e të zhdukurve. Ekipet e shpëtimit gjetën 3 trupa dhe një grua në gjendje hipotermie e cila u shpëtua. Presidenti i rajonit tha në një postim në X se ishte i tronditur nga lajmi tragjik i aksidentit në majën e Tablato dhe tha se do të shkonte në zonë. Ndërsa në Koren e Jugut i kanë dhënë kështu zyrtarisht fund fermave të rritjes së arinjve për të marrë edhe tëmthin e tyre, sepse përdoret në fakt si medikament për trajtimin e një sër sëmundjesh. Sipas dhe këtij vendimit fundit nga qeveria e Koresë së Jugut, duket se fermat në fakt rrisnin arinjë dhe i torturonin apo i vrisin ata në mënyrë të parsyetueshme, pasi nuk është vërtetuar që tëmthi i tyre mund të kuronte një sër sëmundjesh. Jepet zyrtarisht kështu fund industrisë së kultivimit të tëmthit të arinjve, e cila është në rënje dhe shumë e kritikuar. 200 arinj bëhen të izoluar dhe rriten për të therrur për fshikëzën e tëmthit. Korea e Jugut është një nga vendet e pakta që lejon kultivimin e arinjve për nxjerr tëmth për mjekësi tradicionale ose për ushqim për vitalitet dhe qëndrueshmëri. Populariteti i saj ka rënë ndjeshëm vitet e fundit për shkak të pikpyetjeve të mëdha mbi efektet medicinale dhe ndërgjegjësimin publik për mizorinë dhe kafshëve.
Dhe për ta përmbyllur, me që jemi edhe një ditë para vigjiljes ditës së fundit vitit 2025, do të thënë se shumë njerëz janë plot shpresë. Kërkojnë në fakt dhe shpresojnë që viti 2026 të jeti begat, të jeti suksesshëm, të sjellë të mira, benefitet shumta dhe më së shumti shëndet për ta dhe të dashurit e tyre. Por ka disa të tjerë që në fakt kërkojnë partner në vitin 2026, një punë më të mirë, të shtojnë familjen e tyre. Një sër kërkesash kanë që secili në bazë të situatës që ndodhet. Edhe përpasoj në vendet ndryshme të botës ka tradita të ndryshme në vigjilje të ndrimit të viteve apo specifikisht kur ndrohen vitet në atë trokitjen e mesnatës. Si për shembull, të gjithë e dinë që tashmë Spanja dhe ka kaluar përtej Spanjës, tradicionalisht spanjollët hanë 12 kokra rushi në mesnatë, me njëherë kur troket mesnata, për të ftuar vitin e ri 2026 me fat të mirë, por më së shumti doce uvas de la suerte, 12 rush për fat, simbolizon orët e ditës pra, por njëkohësisht edhe le themi dëshirën për të pasur një partner, një partnere, një të dashur, një burra apo grua. Ndërsa në Irland ka një tjetër traditë që të largohen shpirtrat dhe këqij, irlandezët godasin tenxhere dhe tigan në mesnat. Në Francë, tradita është që duhet të shërbejnë goca deti dhe shampanjë për të bërë gëzuar për një vit më të begatë të suksesshëm. Në Skoci, në fakt duke se dita e fundit e vitit ka një traditë që daton nga shekulli 8 kur vikingët pushtuan Skocinë. Skocezët praktikojnë traditën e hyrjes me këmbën e mbar, edhe personi i parë që hyn me këmbën e djathtë, këmbën e mbar, duhet të ketë flokë të errta për fatën më të mirë. Pra dikush që është brun, duhet jetë i pari që hyn në shtëpinë tonë me këmbën e djathtë për të sjellë fat të mirë. Kjo është edhe tradita në Skoci. Në Itali është djegja e plakut Il Rogo del Vecchione në qytetin italian të Bolonjës, në fakt djeg pikërisht vitin e vjetër për të dhënë hapur rrugën fatit për vitit të ri. Në Meksik zakonisht meksikanët praktikojnë veshjen e të brendshmeve me ngjyrë të kuqe për të sjellë fat në Año Nuevo, ndërsa në Australi për të sjellë fat dhe për të pasur sa më shumë begati në vitin e ri, shihen shfaqjet me fishek zjarre. Duhet thënë se në Australi në fakt njihet për shfaqjet e jashtëzakonshme me fishek zjarre në vendet ndryshme turistike dhe jo vetëm. Në Danimark njerëzit kërcejnë mbi karrike dhe tavolina menjëherë në ndrimin e viteve në trokitjen e mesnatës. Në Irland, një tjetër traditë është që të lihet dera hapur që të vi fati mirë brenda në shtëpi tek familjarët. Në Rumani hidhet një monedhë në lumë për të lënë pas fatin e keq dhe për t'i thënë e aktu fatit të mirë, ndërsa në Filipine, në këtë kulturë, në fakt vishen me rroba me pika që të sjellë begati edhe pasuri. Kjo është një përmbledhje e në fakt disa ideve dhe sugjerimeve që të gjithë ju mund të kryeni gjithashtu në bazë të traditave që ju kanë pëlqyer pak më tepër në këtë listë të madhe të cilat vijnë nga shtetet ndryshme të botës. Është e sigurt që një pres për nesh do të hajë ato 12 kokrat e rrushit, jo thjesht për fat, por patjetër edhe për të pasur dashurinë në vitin 2026. Pikërisht edhe me këtë informacion ne kemi ardhur në përmbytje të transmetimit edhe për ditën e sotme. Unë ju rikujtoj se të gjitha këto dhe shumë të tjera mund t'i gjeni në rrjetet tona sociale. Mund të na ndiqni në webfaqen tonë abc-news.al informacionet kohës reale për nga vendi, rajoni dhe bota, si edhe transmetimin ton të drejt për drejt në valët e radios në frekuencën 105 FM. Vetëm pas pak do t'jeni me kolegen Habi Hoxha në Balkan Update. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirë pafshim!